Unë po e përfundoj me një apel tek gjithë dardanët shikuesit që të mos shqetësohen nga se kanë qarkullu disa shkrime dje që nuk do t'i lejojnë ata që kanë pasaportë të Kosovës, por jo, nuk është ajo. E vetmja mundohet që mos t'i lejojnë me rekvizita të shtetit, me amblema të shtetit, po sidoqoftë me rëndësi është që ata t'jenë prezent. Askush nuk mundet me ja mohu, nga se ne vazhdimisht kemi qenë kontakt edhe me UEFA-n dhe nuk i mohohet kjo e drejtë që ata jënë pajis me bileta dhe pa problem do ta shqojnë lojën. Po njëkohësisht unë dua t'i falenderoj gjithë shqiptarët që kanë ardhur sot me na përkrahë në këtë kohë e cila vërtet është kohë jo e mirë, është me shi, është ftoft. Por për ata, kur po i shohmi për ata, po nxejmë edhe ne edhe lojtarët dhe kështu që po shpresoj mas lojës ta festojmë bashkarisht fitoren.